Kalaja e Gjirokastrës mbetet një nga destinacionet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në vend. Vetëm gjatë periudhës janar-prill, ky monument i veçantë historik është vizituar nga rreth 25.000 vizitor vendas dhe të huaj. Arkitektura, historia e pasur dhe muzeet brenda kalas janë ndër elementet kryesor që po tërheqin gjithnjë më shumë interesin e turistëve të huaj, duke kthyer këtë sit në një pikë kyçe të turizmit kulturor në jug të Shqipërisë. Është një vend shumë interesant me histori dhe me pamje të mrekullueshme. Na pëlqeu shumë vizita këtu. First of all, it's very clean. Atmosfera është shumë unike dhe gjithçka është shumë e ruajtur. Është një përvojë që ja vlen. Stories you can... Vizitat në Kalan e Gjirokastrës pritet të vijojnë në rritje edhe gjatë sezonit turistik veror, ndërsa interesi të huajve për trashëgimin kulturor shqiptare mbetet i lartë. Autoritetet synojnë që përmes promovimit dhe mirëmbajtjes së këtyre aseteve historike ta kthejnë Gjirokastrën në një destinacion gjithnjë më të rëndësishëm në hartën turistike të rajonit.